Ndahet nga jeta aktori humorit Mane Lumani, një nga 4 parodistët e Vlorës. Aktori i njohur i humorit Mane Lumani është ndar nga jeta në moshën 79 vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë nga e cila vuante prej kohësh. Ai ishte një nga figurat më të dashura të humorit dhe pjesë e pandare e grupit legjendar 4 parodistët e Vlorës, që për dekada solli buzëqeshje dhe satirë të mpret për publikun. Karrierën e nisi në vitin 1974 si aktor amator në ndërmarrjen e ullishtes në Vlorë, ku u dallua për talentin në interpretim dhe aftësinë për të krijuar personazhe plot finesë. Me krijimin e grupit humoristik së bashku me Agron Hamon, Afrim Agalliun dhe më vonë Muhamet Likën, ai u kthye në një ikon të humorit shqiptar, duke sjell parodi dhe ironi që pasqyroni realitetin shoqëror e politik të kohës. Në vitin 2004, pas një ndërhyrjeje të vështirë kirurgjikale në fyt, që i hoqi kordat zanore për shkak të një tumori, Lumani nuk mundi më të fliste. Megjithatë, figura dhe kontributi i tij artistik mbeten të gjalla në kujtesën e publikut, duke e renditur atë me semrave më të spikatur të artit skenik shqiptar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.